Mirë, duket se edhe pse disi më në heshtje se sa angazhimi i Shteteve të Bashkuara në zonat të ndryshme, si që është lindja e mesme, apo konflikti në Ukrainë, edhe në Ballkan duket se ka një vëmendje. Dhe kjo duk qartë nga deklaratat e Lavrov. Po për çfarë mund të jenë duke diskutuar Shtetet e Bashkuara dhe Rusia për Ballkanin? Po, realisht, për momentin, Ballkani nuk është në fokus momental, mbasi gjithë kapacitetet ose potenciali politik, ndoshta edhe ushtarak, pra është i fokusuar në lidhje me Iranin, që unë mendoj se ndoshta brenda ditëve të caktuara, ndoshta orëve të caktuara, mund të kenë bombardime të fuqishme dhe aty pritet pra një ashpërsim tejet i madh pra i gjendjes së sigurisë ndërkombëtare. Duhet ditur se Irani është mik i Rusisë, por si duket Rusia tash e ka gojën mbyllur, ndoshta pasojë e marrëveshjes pra e cila paraprakisht ka ndodhur për ndarjen e zonave, sferave të ndryshme të interesit. Kështu që mbetet vetëm Kina një partner e saj dhe qëllimi është me siguri ndryshimi, pra ndrimi i regjimit në Iran, duke pas parasysh se atje pra jetojnë edhe popull tjerë të cilët nuk kanë simpati nga prisët fetar të cilët menaxhojnë tash me Iranin. Ato janë azerët, janë baluxhot, edhe në kurdët, e kështu me radhë, dhe gjithë duket fokusi këto ditë është i fokus orientuar në drejtim. Por megjithatë, Ballkani perëndimor realisht mbetet një çështje në kontinuitet në kujdesin edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe pse ne nuk kemi naftë. Realisht pra është problemi geopolitik, geostrategjik, pra sado që duket se kemi një aleancë të padeklaruar publikisht mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë për ndarje të sferave të interesit, duket se vlen ajo që me arsye pra është thënë nga shumë politikan apo shtetës të kaluar, duke përfshirë Churchillin, i cili thotë se nuk ka miqësi përhershme mes shteteve, por ka interese përhershme. Kështu që supozohet që në tashmen e afërt mund këto raporte janë të afërsuara me Rusin, mund mos Rusi mund nesër mos jenë të tilla, andaj pra mbahet një kujdes i caktuar sa i përket rajonit duke përfshirë Ballkanin Perëndimor. Dhe jo rastësisht pra në bordin e paqes ishin të thirrë pra edhe Shqipëria edhe Kosova, madje presidentja e Kosovës pati një bisedë e cila tregon afërsi të shumë madhe si mesazh dhe jep relevancë shumë madhe. Në anën tjetër kemi kryeministrin e Shqipërisë, i cili pat pra një paraqitje në Knesin izraelit, pra në parlamentin izraelit, dhe gjitha këto janë mesazhe se megjithatë faktori shqiptar në Ballkan mbetet një faktor i cili është afërsisht i lidhet me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në këtë drejtim përjashtohet çdo mundësi të cilën nga analistë ndryshëm potenciojnë se shpejti Serbia do të ketë ndonjë aksion e kështu me radhë. Jo, për te i kësaj, çfarë thuhet analistët, në strategjinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, një nga kërkesat apo angazhimi në Ballkan është të heqë influencën kineze dhe ruse nga rajoni i Ballkanit Perëndimor. Do jetë gati Shtetet e Bashkuara të ndajnë zonat e influencës në këtë rajon me Rusin? Apo do kërkojnë që të kenë vetëm influencën e tyre duke parë edhe një qasje disi më agresive ndaj Serbisë dhe me një Serbi që po kërkon një partneritet strategjik me Shtetet e Bashkuara? Mendoj se deri në atë nivel që është pritshmëri e palës serbe nuk mund të ketë afërsi
sa u përket amerikanëve, madje as edhe mirë kuptim nga Rusia. Nëse serbët edhe matutje ose regjimi aktual i Serbisë, matutje pretendon se Kosova pjesë e tyre, ajo është absurde, sepse del në kontradikcion themelor me atë që duhet të ndodhë dhe aktualisht ndodhë në lidhje me Ukrainën. Pra duam ta pranojmë ose jo, Ukraina është e detyruar pjesë të territorit pa Donbasit t'i lëshon pra Rusisë dhe ajo është ndryshimit i kufive me dhunë edhe ashtu mund ta quaj dhe pra nuk mund ajo që respektohet dhe vlen për Rusinë dhe Ukrainën mos vlej për Serbinë, e cila nuk ka asnjë farfuqie në aspekt në krahasim me Rusinë, por edhe në Ballkan nuk paraqet ndonjë faktor relevant si Moskova të fundit. Kështu që gjitha ajo karta që është shfrytzuar vite me radhë për ruajtjen e pushtetit, unë jam i sigurt se edhe Vučići ka qenë i vetëdijshëm se nuk është e mundshme objektivisht që Kosova sërish të hyjë nën sovranitetin e Serbisë, mandje as që do të ishte produktive. Megjithatë ai ka shfrytzuar për çështjet politikave të brendshme të tij, për populizmin e tij, për mobilizimin e masës nacionaliste atje dhe ajo problemi i tij. Por realisht ndeshet me realitetin se Kosova është një shtet tjetër dhe mandej përfaqësuesi i shtetit më të fuqishëm në botë e pranon një presidente, një shteti cilin do kush e konteston dhe jep relevancë shumë të rëndësishme.